Të dashur bashkëkombës, vdekja e Khameneit është vdekja e tiranisë fetare dhe fundi e regjimit të Velayat e Faqih. Tani është koha për të vendosur lirinë dhe sovranitetin e popullit të Iranit. Në emër të rezistencës së popullit iranian, deklaroj: bazuar në planin me 10 pika për transferimin e sovranitetit te populli i Iranit, Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit ka shpallur formimin e një qeverie të përkohshme. Precedenti i shpalljes së një qeverie të përkohshme daton në tetor 1981. Siç demonstroi populli iranian gjatë kryengritjes së janarit, ata kërkojnë një të ardhme të bazuar në një republikë demokratike dhe hedhin poshtë simulat tiranik, ashtu edhe shahun diktatorial. I deklaroi komunitetit ndërkombëtar se vetëm populli i Iranit ka legjitimitetin për të përcaktuar të ardhmen politike të vendit të tij. Kemi thënë vazhdimisht se populli iranian e shtruan fatin e tij me gjakun e bijve dhe bijave të tij trima, dhe se nuk ka nevojë për ndërhyrje të huaj. Kemi thënë vazhdimisht se nuk kërkojmë para apo prani të forcave të huaja në tokën iraniane. Tani është koha për solidaritet dhe unitet kundër mbetjeve të diktaturës fetare dhe fashizmit monarkik që kërkojnë të vjedhin revolucionin demokratik dhe produktin e 47 viteve vuajtje dhe sakrifice nga populli iranian dhe fëmijët e tij guzimtar. Në CRI, koalicioni demokratik dhe i pavarur më i qëndrueshëm në historinë e Iranit, duke u mbështetur në një rezistencë me 100.000 dëshmor për liri, paraqiti planin e Frontit të Solidaritetit Kombëtar 24 vite më parë, bazuar në parime të forta, nacionaliste dhe patriotike. Ky plan u bën thirrje të gjitha forcave politike brenda Frontit Popullor, të cilët janë të përkushtuar për përmbysjen e despotizmit fetar dhe krijimin e një republike demokratike bazuar në ndarjen e fesë nga shteti, të veprojnë në solidaritet dhe unitet në këtë moment të ndjeshëm, pavarësisht dallimeve të tyre. Këtu u bëj thirrje personelit patriotik të ushtrisë, që të qëndrojë krah popullit të Iranit. Garda revolucionare dhe të gjitha forcat e tjera që ruajnë regjimin duhet të ulin armët dhe t'i dorëzohen popullit. باید سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به مردم تسلیم شوند.